Por 4 gjëra bëhen sebeb që i madhi Zot ta fali njeriu që në këtë botë e mos ketë as i kusur të shkoj ke i madhi Zot kur të vdesi si fëmia i pastër pa gjinafe. Një do ta komentojmë të parën se është shumë e bukur. 3 tjerë vetëm do t'i themi. Gjatë të Ramazanit, po na dha mundësi i madhi Zot, mund t'i komentojmë gjatë temave që do vinë. E para e fuqishme. Fal që të falesh. Men la yaghfir la yughfar. Kush nuk fal, nuk falet. Allah. A do një të fuqishme? Fal që të falesh. Pra, a duam ne të na fali Zoti gjoja më e bukur, ëh? Sepse ti jemi fajtor ndaj tij. Po deshe që Zoti do të fali, po me shumicë. Fal ato që bëjnë ndaj padrejti ndaj teje. Ç'a ndodhi? Çudi e madhe. Sahabi i madh Ebu Bekr as-Siddiq. Njeri bujar, i devotshëm, i përkushtuar, njeriu më i afërt me pejgamberin alayhis salam. Aq i devotshëm sa fillote me knu surën Fatiha dhe nuk e mbyllte atë pa qajt rrugës. Këndonte ajetet e surës Fatiha dhe i rrjedhshin lotët rëkehaj shumë ndjen të Kuranit. Një nga gjërat që e ka lavdruar vetë Zoti i gjithësisë, jo me emër, po me cilësi në Kuran është që jepte shumë rrugë Zotit. Wala saufa yarda, thot, pastaj dhe ky njeri do të kënaqet me këtë bujari që ka. Dhe mbante njerëzit. Ato që ishin të varfër i mbante me lek mujore. Dhe siç na ka mësuar Islami, e fillote nga njerëzit më të afërt e me radhë. Dakor? Ndodh që sprova e Aishës. Po, sprova e njohur. Ifku që quhet. Mos thym detaje. Po. Dhe më e çuditshmja në botë për Ebu Bekrin, po që ndodhe rëndom sot, kishte i kushëri. Pra, fillun njerëzit, kishte njerëz që ran viktim, hipokritët e këto duke shajt Aishën, e cila ishte bashortja e pejgamberit alayhis salam dhe vajza e Ebu Bekrit. Dhe kur dëgjoni thojnë, kushëriri jot ka fol për Aishën që ka bëu atë vepër të keqe. La ilaha illallah, imagjino vllai dashur, ta mash me lek çdo muaj, ai ishte një. Po mash me buk. Ore s'kishte fare. S'kishte lek fare. I çuditshëm, i mbarum nga kjo aspekt. Ky pasi lloj vetëm për rizat Zotit i çonte lek. Mos u mërzit, bos se bebe ti më ke suport mua. Dhe tani robi vajzën e ka gjotë shtrenjtë. Vetëm kur i thojnë që edhe filani e ka shajt Aishën. Kishte shajt edhe kushërirën e vet. Pa njerëzit janë çuditshëm valla. Kishte shajt kushërirën e vet. Ebu Bekrin e kishte kushëri. Kishte shajt vajzën e Ebu Bekrit kushërirën e vet. Po njeriu nxitohet. Njeriu gabon, njeriu ndikohet. Sot shkruaj portal, shëro fëmijë sa dush, ti shkruaj një çuditshëm atje, e njerëzit thonë, mund të ketë bënë gjok. E kupton, pra njerëzit ndikohen, s'ka problem. Tani Ebu Bekri u mërzit shumë. Tha për Zotin, kështu ka thonë. U betun Allah. Tha për Zotin, unë kur se shoh më këtë. Unë tu e majt me lek mujore që ky të jetoj, e ky msha vajzën time me një situatë sprove të madhe. Kushdo e bën atë veprim. Për Zotin tha. Edhe më ai kësaqë. Ore për Zotin tha unë si jap më këtij. Kështu tha Ebu Bekri. Mbasi u sqaru çështja që Zoti ja pastroi Aishën në surën Nur, vjen një ajet për Ebu Bekrin. Disha thot, që sa bukur. Mos të betohen njerëzit bujar për jush, edhe kishte për Ebu Bekrin. Kështu ka ardha jeti. Se ka prekas me Po, jo. Allah. Jo se e ka lavdru biles. Allahu akbar. Tha, mos të betohen njerëzit bujar për jush. Dhe mos të ndalojnë t'i ndihmojnë të afërmit, të varfrit dhe muaxhirët që kanë në rrugë Zotit Medine. Allah. Që thot pasaj 2 cilësi. Feljafu o ljasfahu. Let falin dhe let tolerojnë. 2 gjëra. Jafu është me fal. Jasfahu është me toleru. Pra bëhuni tolerant dhe falni. Se mbyllet, është një nga ajetet më emocionues Kuranit. Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Falni dhe toleroni. As doni dhe ju t'ju fali Zoti vet. Pra ne kemi një problem. Duam që Zoti t'na fali, ne s'falim vet. Pse s'mëson nga Zoti atë që bën Zoti ta bësh ti? Falni që të faleni. Dhe Zoti i thot, a nuk dëshironi ju që Zoti t'ju falë juve? Dhe a di çka ka thonë Ebu Bekri? Për Zotin, ka thonë, për Zotin, unë dua shumë që Zoti im të më falë mua.
Dhe unë tha, kushëririt tim, Zoti janë ndërprej derisa të vdes, sadakan që i kom dhënë. Shesje e kishin në zemër Kur'anin. Kënej u betu, kur i tha Allahu që mos u beto, po vazhdo mirësinë, sepse dhe ju duhet jeni tolerant dhe falës, siç unë ju fal juve, ju toleroj, megjithëse boni shumë gjinave, tha për Zotin unë dua shumë të më fali Zoti im. Edhe unë tha nuk do t'ja ndërprej sadakan atij derisa ta kem jetën time.